Në do të mbetemi tek e njëjta tematik, do të diskutojmë këtë me zotin Paskal Milo, ish ministri jashtë. Mirë se erdhe, zoti Milo. Edhe historian gjithashtu. Duket sikur kemi një garë armatimesh dhe kjo e fundit është rikthyer në qarkullim pas më shumë se 33 vitesh. 2.7 trilion dollar më shumë shpenzime ushtarake. Nëse mund t'i pyes për çfarë është lufta kësaj radhe dhe ku po shkon rendi ndërkombëtar? Kemi një vendosje të një rendi të ri? Pas agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe tensionimit në shkallë ndërkombëtare të situatës, patjetër që është një konstatim i drejtë që bota po shkon duke u riarmatosur, sepse po ndihet fare qartë që ka vende të fuqi të cilat kërkojnë që të ndryshojnë rendin ndërkombëtar, të ndryshojnë ekuilibrat dhe të vendosin të diktojnë mbi bazën e politikave të forcës. Përjedhoj ndihet, jo vetëm në Evropë, por në të gjithë botën, ndihet që ka një shqetësim të madh që po materializohet edhe në marrjen e masave të gjithë secilit vend apo të organizatave rajonale për armatim, për forcim të pozitave të tyre në fushën e mbrojtjes. Dhe dukshëm, jo vetëm fuqitë e mëdha, kam parasysh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë fuqia më e madhe ushtarake në gjithë botën, që harxhon shumë, siç e përmendët edhe juve në rubrikën tuaj, por edhe fuqitë e tjera, duke përfshirë tu Rusinë, e cila ka një potencial ushtarak të jashtëzakonshëm të trashëguar dhe që e vuri në provë edhe gjatë luftës në Ukrainë, madje territori i Ukrainës shërbeu dhe si një laborator për Rusinë për të provuar armët e saj të vjetra dhe të reja se sa efikase janë. Po kështu vendet e tjera të mëdha, qoftë edhe Kina apo dhe vendet e tjera, janë duke prodhuar sisteme armatimi moderne, me fjalën e fundit të teknikës dhe teknologjisë, dhe patjetër që rritja e shifrave, jo vetëm nga këto fuqi të mëdha, por edhe nga vende të tjera, është e dukshme, sepse të gjithë mendojnë se mund të krijohet një situatë që mund të vërë në rrezik paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe drejt për së drejti integritetin territorial të vendeve të caktuara, sidomos në ato vende që përgjithsisht kanë një traditë konfliktuale, që janë rajone të cilat konfliktet ose janë të hapura, ose janë të ngrira, dhe që fare kollaj me një nxitje dhe provokim, ato mund të rigjallërohen. Edhe njëherë tjetër përfshirë këtu edhe Ballkanin ton perëndimor. Në garë, le të themi që është futur edhe Shqipëria, ka disa projekte për prodhim armatimi dhe mjetesh ushtarake, sikurse edhe nga materialet e ndoshëm. A është kjo një zgjedhje e detyruar, mendoni ju, për sigurinë, një zgjedhje biznesi, politike, ekonomike, apo është një detyrim që rrjedh edhe nga fakti që ne jemi antar të aleancës NATO-s euroatlantike? Këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Në radhë të parë, Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe në kuadrin edhe të luftës në Ukrainë, NATO e gjykoi të arsyeshme që të shtoj potencialet ushtarake, dhe jo vetëm NATO, po edhe Bashkimi Evropian, i cili ka vendosur 800 miliard euro dispozicion të forcimit të aftësisë të mbrojtëse. Pra qoftë NATO, qoftë Bashkimi Evropian, ku Shqipëria synon të antarësohet, e kanë bërë prioritet forcimin e mbrojtjes, të aftësive të tyre mbrojtëse. Përjedhoj Shqipëria, e para në NATO është antare, e dyta në BE, po shkon të BE-t antare, e ka për detyrë që të edhe ajo të marë hapat e duhura brenda mundësive dhe kapaciteteve të saj për të forcuar aftësinë e saj mbrojtëse, sepse në radhë parë i duhet për interesat e veta, për mbrojtjen
e integritetit saj, të sigurisë së saj, por i duhet edhe në kuadrin e angazhimeve që ka si vend antar i NATO-s që të përgjigjej ritmeve të plotësimit të standardeve të NATO-s. Por duke dashur të jetë në një nivel të kënaqshëm armatimi dhe shpenzime ushtarake në nivele që kanë ardhur duke u rritur ose janë shkërkuar që të vinë në rritje, jo më 2%, por më shumë se 2%, atëre patjetër që Shqipëria që duhet të riaktivizoj dhe të shtoj një industri të prodhimit të armatimeve që e ka patur para viteve 90. Kanë qenë 3 apo 4 uzina ushtarake të modeluara si pas kërkesave të kohës dhe me teknologjinë e kohës, të cilat ende ekzistojnë si sipërfaqe të lira, të bllokuara apo të izoluara, por ato duhet patjetër që të përgjigjen situatave, të përgjigjen kohës, nivelit të teknologjisë së armatimit sot, duhet që të riaktivizohen potencialet të mëdha, nuk duhet vetëm ndërtesat, por duhet mbi të gjitha teknologjia, importimi i teknologjive moderne të prodhimit të armatimeve. Dhe patjetër për këtë qëllim kërkohen shumë para. Kërkohen njerëz që do punësojnë, kërkohen investime kapitale të mëdha, sepse prodhimi armatimeve është ka kosto të lartë. Dhe po të importosh edhe materiale nga jashtë, patjetër që prodhimi i tyre do të bëhet edhe më i kushtueshëm. Dhe në këtë kuadër, patjetër që bizneset shqiptare, të cilat me sa kam njohurit në mënyrë modeste, nuk kanë qenë të angazhuara drejt për së drejti deri tani në prodhimin e armatimeve në Shqipëri. Ka qenë një fushë periferike e interesit të bizneseve shqiptare. Tani, për shkak se bizneset për armatimet sigurojnë fitimet të larta, patjetër që bizneset shqiptare janë shumë të interesuara që të futen në marrëdhënie me shtetin, se shteti do t'jetë porositësi i armatimit, të futen në marrëdhënie, të krijojnë ato që me emrin e njohur PPP-t, që të mund të angazhohen drejt për drejti në prodhimin e armatimeve. Pra, kjo do të kërkoj bashkëpunim në kuadrin e organizatave ndërkombëtare, në ratë partë të NATO-s, do kërkojnë standarde. Dhe që të plotësojnë standardet, duhet kesh ekipe të kualifikuara, duhet kesh teknologji të lartë që do ta importosh nga vendet që kanë përvojë në këtë drejtim dhe që Shqipëria i di kush janë dhe ka marrëdhënie se ka importuar her pas here armatime, qoftë edhe dron nga Turqia apo nga një vend tjetër, apo për të mos folur këtu për një lloj mbrojtje teknologjike moderne të luftës kibernetike, që është akoma më e kushtueshme dhe që i duhet patjetër kushtuar vëmendje, sepse sot luftrat bëhen pikërisht me mjetet të tilla moderne që mjafton edhe nga tavolina mund të shtypësh butona për të goditur kundërshtarët në çdo qoshe të botës për fuqitë e mëdha, por edhe për vendet rajonale. Ju e përmendët pak që investimet në impianta ushtarake llogariten si buxhetim për mbrojtjen, dhe nëse është kështu, a është ky një manovrim i qeverisë për të kapur kuotën e 5%-shit që është kërkuar nga Shtetet e Bashkuara, apo nuk e kapim dot ne? Tham që është në vlerën 2%? Po, kërkesa në kuadrin e NATO-s ka qenë 2% e buxhetit e prodhimit të përgjithshëm bruto ti kushtohet mbrojtjes. Pra, nuk e di tani nëse ne arritëm ose jo që ta plotësojmë 2%. Askush
nuk e ka konfirmuar që Shqipëria ka arritur që në të shpenzimet për mbrojtjen t'i ketë 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Unë të paktën nuk e kam dëgjuar në pikpamje zyrtare. Mund t'jetë folur që tentohet, por nuk besoj se mund t'jetë arritur. Aq më tepër që të arrihet një 5%, që ende nuk është bërë politikë zyrtare, nuk është bërë standard zyrtare i NATO-s. Unë nuk kam dëgjuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, apo nuk kam dëgjuar nga një institucion qendror i NATO-s që të ketë marrë vendim që të gjitha vendet anëtare të NATO-s duhet të kenë shpenzimet e tyre ushtarake në masën 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Ende, ka deklarata. Shumë presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fillim tha 3%, pastaj deklarata dhe dëshira e tij është që të bëhet 5% për çdo vend anëtar. A do të bëhet 5%? Këto do ta shikojmë në rastin më të parë, në mbledhjen e parë të summitit të NATO-s, që do të mbahet këtë verë, më duket se këtë verë, në Europë, dhe që do të ketë praninë e gjithë kryetarëve të shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare. Dua të ndalem pak të marrë një koment nga ju, zotë Milo, për kabinetin e ri të qeverisë Friedrich Merz. Krish Baum në kryet Ministrisë për Europën dhe Johan Wadepoel në Ministrinë e Jashtme. Çfarë mund të parashikohet se do të jetë politika e qeverisë së re në Gjermani? Këto janë dy emra të njohura të politikës konservatore gjermane. Shumë të njohur, madje të njohur jo vetëm për kapacitetet e tyre, që i kanë dëshmuar në mjaft raste, për ekspertizën që ata përfaqësojnë, por janë të njohur dhe sidomos Krish Baum edhe si një zë i artikuluar veçanërisht fort edhe për Ballkanin Perëndimor dhe për Shqipërinë. Dhe këto dy emra që përfaqëson, siç thash, janë emblema të konservatorizmit gjerman tradicional. Këta janë vërtet profesionistë dhe unë mendoj që këta do t'i japin politikës i jashtme gjermane, politikës europiane në veçantë dhe asaj gjermane në përgjithësi, do t'i japin impulse të reja. Janë shumë dinamik dhe ekspertë dhe kanë një përvojë shumë të pasur në jetën parlamentare, kombëtare dhe europiane. Njohin problemet dhe do të dinë ta përfaqësojnë denjësisht Gjermaninë në të gjitha aspektet e negocimit ndërkombëtar dhe për të mbrojtur patjetër interesat e Gjermanisë, por edhe më gjerë. Pra, unë kam besim që këta të dy janë vërtet ndër njerëzit më të shquar që ka ekspertiza gjermane në fushën e politikës së jashtme aktualisht. Patjetër që aq sa ka përqindjen në qeveri, më duket se ka 7 përfaqësues CDU-ja dhe 1 përfaqësues nga CSU-ja, që ka marrë postin e ministrit të brendshëm në qeverinë e re gjermane, se të tjerat i kanë social-demokratët, të cilët edhe ata konfirmuan me sa jam informuar Pistorius si ministri i mbrojtjes. Ka qenë në qeverinë e Scholzit, por duke qenë se ka dëshmuar aftësi dhe përfaqësim dinjitoz, është lënë që ta mbuloj përsëri të dikaster të rëndësishëm të politikës gjermane, të qeverisë gjermane, në një fushë kaq shumë të rëndësishme dhe sensitive, siç është mbrojtja, veçanërisht në kushtet aktuale për të cilat po flasim. Është e vërtet. Dua të kalojmë në rajon, zoti Milo. Si e shihni ju krizën procedurale në Kosovë, ku nuk po arrihet një konsensus dhe nuk po konstituohet dot kuvendi i Kosovës, ka dështuar për të 8 apo 9 herë në mos gaboj zgjedhja e kryeparlamentare Selbulena Xhiu, ministres së drejtësisë. Ndërkohë që Albin Kurti i vetëvendosjes nuk pranon të çojë një emër tjetër, të negociojë, dhe opozita nuk i jep votat e duhura për 61 votash i nevojiten. Duket qartë që po shkohet drejt një
opsioni të parashikuar edhe nga neve këtu në tavolinën tuaj, por edhe nga shumë analistë të tjerë, që po shkohet drejt të zgjedhjeve të reja, të tjera, për të gjetur një formul tjetër që prap do t'jetë shumë e vështirë për t'u bërë, sepse situata politike do të bëj që vota të fragmentarizohet edhe më shumë, se dy janë opsionet. Ose Albin Kurti do të synoj që të marë mbi 50% të votave, që unë e shoh të vështirë, sepse nuk kanë ndryshuar në një gjë substanciale që të jap shanse për të marrë më tepër vota, sepse njerëzit edhe kanë filluar të krijojnë rezerva për këtë këmbëngulje të klasës politike të Kosovës, që po shkon deri në kufijt e verbërisë për të siguruar pozita dominuese. Në politikë të thot kompromis. Prandaj është politika që të bëjë kompromise në momentet e duhura kur nuk ka zgjidhje tjetër alternative. Por ata vazhdojnë të këmbëngulin secili në të vetën për t'ja dalë, dhe përfundimisht unë besoj që nuk doja dalin, sepse askush prej tyre është si punë të regjes së litarit, nuk lëshon dhe do të shkohet si zgjidhje in extremis në përsëritjen e zgjedhjeve. Nuk ka rrugë tjetër. Po, ku duhet të kërkojmë arsye, dhe pse vetëm një emër, në pamje të parë, po themi, duhet të kushtëzoj gjithë normalitetin politik, por edhe funksional të vendit? Kur flisni për një emër, ju keni parasysh emrin Albin Kurtit, apo kujt? Për emrin e Albulena Agjiut, sepse kjo është një propozim. Janë të lidhura të dy emrat, bashkë janë, sepse Albin Kurti është kryetari vetëvendosjes dhe është ai që dikton që Albulena Agjiu, si një nga lideret e vetëvendosjes, të i marë atë post që është patjetër një nga postet më të rëndësishme shtetërore. Është edhe si një shpërblim për rolin që ajo ka luajtur, por që në anën tjetër nuk ka dëshmuar fleksibilitet që të mund të fitoj edhe një mbështetje qoftë të pjesshme nga segmentet e tjera të politikës dhe të jetës parlamentare në Kosovë. Prandaj them që këtu kemi të bëjmë me kapriccio të fortë politike, kemi të bëjmë me koncepte të vjetruara të kokëfortësisë për të mos u tundur nga istikami, sepse mund të merret si dobësi dhe jo si merit, gjë që tregon që ka një lloj primitivizmi në politikën e Kosovës. Pra, nuk ka fleksibilitet, por ka përkundrazi primitivizëm, agresivitet dhe një rivalitet që nuk është europian, demokratik, sepse po ta keni vënë re liderët e Kosovës, që gjatë fushatës nuk lanë fjalë dhe akuzë pa përdorur kundër njëri tjetrit, me terma ekstreme. Madje, për fat të keq, e konstatova, edhe kryeministri Albin Kurti pasi fitoi zgjedhjet, kur zakonisht liderët politik bëhen më të matur, bëhen më të kujdesshëm në përdorimin e fjalorit, ai përdori një fjalor shumë ekstrem, plot akuza dhe fyrje ndaj rivaleve të tij politik, kur nuk ishte e nevojshme, kur mund të dëshmonte pas fitores një lloj fleksibiliteti dhe kulture politike për të cilën ai ka dëshmuar se kur është dashur i ka atributet për ta bërë, po nuk e ka bërë. Nga ana tjetër kemi të njëjtin qëndrim edhe nga opozita, partitë opozitare, të cilat kanë thënë që në fillim fund e krye që nuk do të pranojnë
të krijojnë një qeveri koalicioni me vetëvendosjen. Pra, në këto raste është e dëmshme për stabilitetin e Kosovës, shumë, është e dëmshme për qëndrueshmërinë e jetës politike në Kosovë, është e dëmshme për imazhin ndërkombëtar të Kosovës dhe është e dëmshme për plotësimin e atyre objektivave që ka Kosova në funksion të integrimeve euroatlantike të saj. Pra, kjo çka po ndodh në Kosovë nuk është mençuri, absolutisht jo, por është, më vjen keq ta them, është një politikë fëminore, agresive e pafalshme. Edhe një koment shkurt, zoti Milo, sepse kaloi me një zhurmë mediatike vizita e patriarkut serb në Moskë. U komentua se përcakton politika në Beograd, ndërkohë që ka patur sot disa deklarata edhe të Milorad Dodik. Ka gjasa sipas jush të ketë një luftë në Ballkan? Jo gjithnjë duhet të shikojmë vizitën e ndërsjellë të prelatëve, shkëmbimin e vizitave të tyre, duhet të shikojmë si shenja të një agresiviteti apo të krijimit të rrethanave që mund të çojnë në luftë. Kishat kanë rolin e tyre, që mund të jetë dhe duhet të jetë misioni i tyre normalisht është pajtues, por shpesh ndodh që kishat bëhen zëdhënëse të nacionalizmit agresiv dhe nxisin edhe konflikte. Dhe uroj që të mos ketë qenë rasti për ta bërë këtë edhe në takimin që ka patur patriarku sërb me kolegun e vetë rus në Moskë. Por, për sa i përket qëndrimeve të Milorad Dodik dhe të ngjarjeve rreth tij që po zhvillohen në Bosnjë-Hercegovinë, për deklaratat e tij dhe për qëndrimet e tij, me të vërtetë situata është shumë delikate, situata mund të dalë jashtë kontrollit në Bosnjë-Hercegovinë dhe fare kollaj mund të kemi shkas për krijimin e një konflikti që mund të përfundojë deri në përdorimin e armëve, nuk i dihet. Dhe kjo do të shërbente pastaja si një kazus për ndërhyrjen e aktorëve të tjerë jashtë rajonal që mund të ta thellonte pastaj krizën e konfliktit. Faleminderit që ishit në studio. Kënaqësi dhe për mua.